Drama duket se nuk ka të ndalur. Kur u mendua se tensionet ishin zbutur, post Big Brother riktheu në qendër të vëmendjes një nga përplasjet më të ftohta dhe të ngarkuara emocionalisht mes Benitës dhe Klodit. Ironikisht, gjithçka u zhvillua brenda mureve të Big Brother VIP Kosova, aty ku nisi edhe raporti i tyre. Dyshja, që dikur kishte një afrimitet të dukshëm, u shfaq këtë herë me një distancë të thellë, duke detyruar moderatorin Alaudin Hamiti të ndërhynte për të kuptuar arsyet e kësaj krisjeje të fortë. Klodi foli hapur, pa lënë vend për keqkuptime. Ai u shpreh se vendimi për të distancuar lidhet drejt për drejt me ofendimet që, sipas tij, Benita ka bërë ndaj tij. Ai theksoi se tashmë ka zgjedhur të vendos kufi dhe të respektoj veten, duke pranuar se disa situata duhet i kishte marrë më seriozisht që më herët, veçanërisht pasi ka parë bisedat që ajo kishte zhvilluar me Ludon. Sipas Klodit, momenti kur gota u derdh ishte kur Benita komentoi për të dashurën e tij dhe për strategjinë që ai po ndiqte në lojë. Nga ana tjetër, Benita reagoi ashpër ndaj këtij qëndrimi të ri. Ajo e akuzoi Klodin për dyfytyrësi dhe e cilësoi si fake, duke pretenduar se brenda shtëpisë ai kishte toleruar çdo situatë dhe nuk kishte reaguar në të njëjtën mënyrë ndaj fjalëve të saj, edhe kur debatet kishin qenë të nxehta. Me tone të larta, ajo ngriti dyshime se ndryshimi i tij ka ardhur pas takimit me të dashurën ose si pasojë e ndikimit nga rrjetet sociale, duke i thënë se po ndikohet nga të tjerët dhe po tregohet i papjekur nëse po merr vendime bazuar në opinione të jashtme. Debati mori një tjetër kthes me ndërhyrjen e Elionës, e cila theksoi se mendimi i familjarëve ka peshë, duke përmendur konkretisht fjalët e motrës së Klodit. Sipas saj, këto komente nuk mund të anashkalohen lehtë dhe duhen marrë seriozisht në konsiderat. Tensioni i krijuar në studio ishte i dukshëm. Emocionet arritën kulmin kur Benita shpërtheu në lot, pikërisht në ambientin ku kishin ndarë aq shumë momente bashkë. Megjithatë, Klodi mbeti i palëkundur në qëndrimin e tij, duke sqaruar se nuk ka asnjë qëllim ta ofendojë, por thjesht po përballet me situata dhe deklarata që tashmë i ka parë dhe i ka analizuar me qetësi jashtë shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.